Mirëmëngjesit të gjithëve, jemi sërish së bashku me rubrikën e showbizit në emisionin e Mëngjesit Zbardhi. Tani, kjo foto ja këtu, duket shumë foto e bukur artistike, është Ledri Vula dhe Gjensila Myrtezaj. Atëherë, ku e kishte artisticitetin kjo? Si? Ku e kishte të qenurit artistike kjo foto? Po, shiko, ta shpjegoj unë tani. Ha me shpirt, ha. Shumë njerëz kanë filluar të flasin, lart e poshtë, sepse Gjensila dhe Ledri janë parë së bashku disa herë nëpër Prishtinë. Dhe normal ne aludojmë që mes tyre mund të ketë një romancë. Se ne shqiptarë këtë bëjmë, duhet të bëjmë çift të gjithë. E kemi këtë të mirë ne. E kemi këtë ne. Çfarë ndodh? Jo vetëm ne shqiptarë. Mendojmë për mirë gjithmonë, ti je çift, është energji pozitive. Duhet të bëjmë çift. Mirë po, nga kjo foto e postuar, këta nuk duket si një foto e thjeshtë kështu, dhe kjo mund të jetë pjesë e një videoklipi. Kështu që e hedhim poshtë pjesën e lidhjes dhe e kthejmë në një duet. Si mendon ti, Greta? Kjo fotoja është foto Jo, ajo mund të jetë çfarë të doj, edhe duke qenë se janë artistë, ne nuk kemi pse t'i keq. Kuptojmë, po shumë artistë është kjo Gjensila me këta këngëtarët mi motor. Se kështu klipesh bën me Noizin, kështu me Ledrin e kjo është në fund të ditës është një mama beqare. E po është mama mi motor. Po edhe Ledri baba beqare është. Po është qik më ndryshe mi motor, se nuk të thoni birri ati, thoni birri asaj. Tash të rrim shtramër të flasim drejt. Sa ko je beqare, ka qenë Cilieta dikur, kanë qenë Zajmina dikur, që nuk kanë bërë o motor, u bën familjare, kanë bërë fëmijët e vetë, po ta vëshre janë bërë zonja, se tash ka ciklin e vetë çdo gjë. Sa je beqare, bëj ç'të duash, martohesh, kufizdohesh. Po është e re. O, shoqe, unë nuk thash të shijo jetën, të keti që kujdes me këto gjëra që ngelen e lën gjurmë. Mirë, me thënë të drejtën, mua Gjensila më ka çuditur, sepse Gjensila ka patur një zhanër muzike totalisht tjetër. Shiko, ajo është një këngëtare shumë e talentuar, unë adhuroj këngët e asaj. Po, edhe unë. Madje është artiste shumë e mirë, unë mendoj që është momentin e saj më të mirë, ka bërë një trup shumë të bukur, ka përdorur pak si shumë kirurgji, po prap ja kanë arritur ta bëjnë të bukur. Ajo ka mohuar atë, ka thënë Jo, ajo ka shumë ndërhyrje. Ajo ka shumë filler, madje ka edhe të egzageruar. Ka rregulluar edhe pjesën e të pasmeve me filler, aty ku duhet që e kemi çik shumë mangut ne, na del pak si një formë shtypur. Jo, ka klinikën e vetë për atë punë. Punesa po tamam, edhe e kanë bërë mirë. Po është që është e talentuar është, që ka një zë të mrekullueshëm e ka, që është momentin e saj më të mirë yll në detaje, po këta janë të egzageruara, mendoj unë. Tashti, unë mendoj se Gjensila më përpara ka patur një zhanër muzike totalisht tjetër nga ky që ka sot. E mban më te Angelin ti? Po, për atë po flas, Angelin. Ti vogël atëre kjo me. Shiko, deri pas lindjes, pasi lindi herën e parë, filloi ta themi shkalloj, nuk është kështu se nuk është një gjë madhe në thonjza, se shumë artiste bëjnë. Bota e artit e kërkon disi. Pasi lindi djalin e dytë, harboj fare. Shkalloj në 4 orë. Shkalloj në 4 orë. Gjithsesi, edhe si çift nuk do ishin keq. Ti si bora këtë punë ti që kuna ke filluar showbizi vetëm çifte. Po sa pritje të ëmbla kemi thënë deri tani nga fillimi i vitit deri. Edhe na kanë dalë të gjitha. Po, pra. Deri qershor kanë pjell. Më fal, kanë lindur. Mirë, ne presim fillimisht presim me padurim këngën. Pastaj se çfarë do ndodhi, ne do kemi një sy kritik për ta. Gjensila je shumë e mirë, po të lutem bëj kujdes me këto. Nuk mendoj se i shkojnë. Mendimi im. Ka shumë që e thonë. Ka shumë që e thonë. Po shqiptarët që nuk thonë për atë punë, ta bën baban burr shqiptari. Po ne po flasim duke e parë si femra. Edhe femra që e kemi shumë gjanë, që na pëlqen talenti i saj. To janë egzagjerime, mendoj unë. Kaq. Mirë, kalojmë pak te informacioni tjetër. Menduam se i pam të gjitha. Por Amberi na vjen së shpejti me një projekt të ri muzikor.
Ua. Amberi mund të ketë qenë lojtare, mund të ketë qenë shumë Parodisja ato tona do bëjmë apo muzikë si gjen stil? Tash ti vetmja gjë që ne dimë është kjo fotoja këtu që ka postuar Amberi. Regjia. Hajde more Amber, more. Vetmja foto që ka postuar Amberi nga një studio muzikore dhe ka këtë coming soon. Pse studio muzikore është kjo? Ashtu duket? Tani të lutem unë shpresoj që mos të jetë një këngë, sepse shumë njerëz e kanë dashur Amberin brenda, por besoj se arsyeja më e madhe pse njerëzit e kanë dashur jashtë ishte prej zërit. Po mirë, shikoj ti montazhin aty, montazhi rregullon zërat ato si bëra di si bën bil. Unë e kam thënë, Amberi, unë s'jam fare dakord me atë që ka bërë. Amberi, si ta ketë. S'jam fare dakord që ka bërë. Ama, gjën më të keqe që ka bërë, ka qenë ajo rregullimi i zërit. Më mirë mbaje si burr, se sa ta bash të ngjirur ashtu, tërkohën. E po për miru për poqmi, po do shtoj, ç'a të bëjnë tash? Ka dhe kështu. Ka dhe kështu si bora, qetësau. Hajde tash. S'kemi çaj bëjmë. Çfarë këndi mendon se do i përfshi këta banorët? Unë, as du t'jetë i fare, si bora, po i ndrojmë temën e informacioneve. Mirë, kalojmë pak të informacione e fundit i përgatitur për sot. Atëherë, Shakira jo në bukur dhe Piqué. Shakira. Shakira, një ndër femrat më të bukura, të talentuara në botë. Para 3 vitesh u përball me tradhtin nga ish bashkëshorti i saj futbollist. Po punë e madhe. Punë e madhe mund të thuash ti më i Greta, po... Çdo gjë ndodh për një arsye, nuk thua shqyr një budalla më pak. E di se kur në momentin që u nda Shakira, ndodhi një kështu bujë mediatike, kur u tradhtua dhe Shakira, Imagjinon e të tjera, do thuash ti. Megjithëse varet nga mashkulli që kanë krah, por Shakira nuk e la me aq edhe pas ndarjes. Le një herë që e kishte zbuluar vetë. Dini ju njerëz si e kishte zbuluar Shakira tradhtin? Mos e di. Nga një kavanoz Receli. Kishte fut njëri gisht. Nga një kavanoz Receli. Shakira nuk ishte qenë në shtëpi, sepse kishte ikur me punë, por ishte kthyer, kishte parë në frigorifer një kavanoz Receli të filluar dhe të konsumuar. Mirë po, në familjen e saj, vetëmi person që e konsumonte Recelin ishte Shakira. Piqué nuk e hante? Kush e hëngri Recelin këtu? Kush e hëngri Recelin? Me qënë se i ke ti më mungove unë të hëngra Recelin. E nuk shuna e zbuloj Shakira jo në tradhtin. Po kjo nuk është provë. Po pastaj gjeti provat ajo. Pastaj, po fillimi, filloi dyshimet. Si gjeti... Kjo ishte indicia. Po, si gjeti arsye për të dyshuar, ishte Receli. Edhe pasi u ndan këta, Shakira jonë e dashur i bëri dhe një alamet disi asaj Klarës, sepse Klara quhej partnerja e Piqués. Që na mbytën këto karat neve. Klara kishte me. Klara. Mi dreq. Dhe i bëri një dis duke i përmendur edhe emrin si Klarës si Piqués. Okej, jo kështu. Teksti. S'më pëlqen. Jo, në Ashtu ja tha emrin me si më shkallë mua herën e parë. Klara, mente, sigurisht, të të ndukshëm. Zemra, se mos e ngatroj emrin si unë herën e parë. Jo, se është Klara ja tha. Me spanjollët. Okej, mirë. Shiko tani. Në të tilla raste të tradhtosh një femër si Shakira është budallallik. Po. Dhe të iki një budalla më pak mirë është gjithsesi. Okej, që të bjem dakord tash. Që të gjitha përballen me tradhtit patjetër. Femrat të gjitha tradhtohen pa diskutim. Kush mendon që nuk tradhtohet e ka të kohë. Deri në 5 vitet e para mbase nuk tradhtohet, po pas kësaj ta harroni. Iku dhe ky muhabet. Sa më shumë të kontrolloj meshkujt tan, aq më shumë budallalliqe do gjejmë. Unë s'jam dakord me këtë pjesë. Po si e ti si bëra se je vogël akoma? U bëra dhe unë si ata që më shikojnë televizionin që më tani je vogël akoma. Ti je vogël, megjithatë si Bora, unë presi një ditë të bukur, ti të çosh kokën këtu te krahori dhe të flasim shumë sinqerisht bashkë. Jo, faleminderit, nuk. Kur ta kuptosh ndoshta është kështu. Shpresoj, unë nuk dua. Unë nuk dua që ti ta çosh kokën për të folur dhe për gjëra të bukura. A e kupton?
Ashtu, tani, se po flasim për rastin e Shakirës edhe këtij tjetrit. Tani, kjo është shumë gabim që ju ka dhënë rëndësi këtyre të dyve, që ai ikën edhe miru pafshim, sepse ajo do vazhdoi jetën përpara pa i munguar asgjë. Tani mua më çudit, Shakira iku e shkret, apo fëmijët në shtëpi kishte lënë? Se di si më duket, nuk ishin. Edhe ky budalla i pasur, hotele, shtëpia të tjera kishte, aty e gjeti ta merrte? Ja, shikon sa dritë shkurtër. Prandaj, mi dilte emrin për hotele. E shef sa dritë shkurtër. E kishte regjistruar jo me emrin e vet, çfarë lidhje ka ata nuk regjistrojnë të dy njëri do regjistrojnë. Ishin do kapeshin nga paparacat. Po i ka njëri para tjetrin mbrapa me si bora. Çfarë lidhje ka? Po për çfarë hyri Pikeja në hotel do thon? Po hyri aty tash takoi një nga ata, futbollistët e tjerë, se ka marrë kod në hotel. Po. Që kanë bërë amber. Si bora është aq e pasur, sa që ka dhe shtëpi tjetër veç asaj ku jetonte me Shakirën, është shumë e sigurt kjo gjë tash. Po pse ajo nuk ishte një shtëpi të vetën? Nuk i dim. Ai u treguai budalla pra. U treguai. Po një budalla më shumë, po të jap ty argumenta që është një budalla më shumë. Ama, zoti ndeshi Shakirën, shumë mirë që ja largoi. Shakira tani, se për çaj sollën ne rikujtuam këtë gjë, Shakira ka folur disi dhe ka thënë se gjendja e saj është vazhdoi të kërcej edhe pse më dhembin këmbët. Jo, Shakira, shumë gabim. Shumë gabim. Nuk na dhëmbin fare këmbët, i kemi të forta dhe do t'i kemi deri në fund. Fare. Edhe të shtires nuk është gjë mirë. Sepse shumë njerëz, siç e tham, e kalojnë pjesën e tradhtisë, e përjetojnë vetë. Dhe të jesh ajo personi që mua nuk më intereson, nuk më kështu, por dukshëm i dhim kanë këmbët, basa bëhet forcë edhe për vajzat e tjera të cilat kalojnë të njëjtën situatë si Shakira. Se ne këto vipat i shohim ndonjëherë si rol model. Po. Nejse. Do me thënë, një femër si Shakira nuk ka pse t'i dhe me këmbët fare, jam shumë e sigurt. Por diçka më kujton kjo, më kujton trajnerën time të palestrës. Shkoj ndonjëherë dhe i them, kam qenë siksi pa qef. Ua, thot, ne nuk kemi kështu gjërash, ne nuk sëmuremi, ne nuk kemi kur pa qef, ne nuk kemi kur pa fuqi, ne më të mirat. Edhe po na Shakira, ku Shakira sa vite dritë larg që është me ne dhe palestrën tonë. Tani një pyetje kisha unë me motor. Po. Se ti s'na ke folur fare për atë fermën VIP. Ke marrë vesh gjë ti kush është futur? Kam marrë vesh, po... Se kam përshtypjen unë që fitues është Jozi aty. Jo, shikoj njerëzit presin futet gjesti prap. E po, e përballonaj. Se në 19 prill, edhe futet gjesti te ferma VIP. E përballonaj. Po. Po nuk mendoj se populli ka më interes tani për ta parë. Se kishte lënë një lojë të bukur për gjysmëande nga VIP Kosova, erdhi e finalizoi këtu boll tani, s'ka më nerva. Apo jo? Themi ne, varet si ka nervat ai? Tamam. Varet, mbase po i pëlqen ajo lloj jetese. Kush jemi ne të themi në fund ditës, të flasim. E drejtë. Është vera përpara, kështu që ka koncerte për të bërë. Mirë, këto ishin informacionet të përgatitura për sot. Ne do ritakojmë sërish ditën e nesërme me të reja të fundit të showbizit. Ju përshëndesim. Mirë pafshim.